pas pare mi mroma edhe urime Bajrami dhe herë onon botës ki shqiptarve. S'pas ka gjoma shtirë se në ditën e Bajramit me të darë kofruma në shtëpi. Po që kene bo, Allah e ka falë dhe Allah e merë. Ju falënderoj të tonëve për komente negative. Po shka keni shoh, keni flishë pëse unë janë bo atina një reklam që i ka pru gjenazet një njeri me zemër shumë të madhe. Edhe dhe me thonë, njerëzit me njuve, ju në kingra si një tiktoker, i mire i keqë që kjo që jam, njerëzit me dojnë, kanë qef me bo video, kanë qef me do. Mund nuk ma bo ftyra dhe që i kom gjenazet me thonë ju. E ju shoni për qatë dëni me botit të sen. Jeni njerëzit që sini normal burë, jeni pak si të budalshëm e për ata respekt e tonë për juve. Çdo shqiptari që në i bëj reklam, kingra sem, kur njët vetë nuk jam e ras një cent. As ja bëj me interes, ja bëj pa interes. Për shkak se janë shqiptarë, janë vllazit e mia. Edhe mund s'm kushton kurrë. Nuk shyri unë merr nuk për reklama. Ose më marr vllazëve një por, po më nëna me respektuaj njëri or pe lartë edhe nuk u bën nomi që ka bani vetë. Po shonin i vllazë juve për shkak se bolle kam zemrën e kallt, të më thonë po jam i lëndum edhe apet shoni. I rujt Zoti. I lut në Allahet më ruaj juve se që tash pe di që do të thonë njëri kur s'ka men. Kredi kom të kaluam, kom kalu shumë në odjem. O i rujt Zoti juve i rujt. Tjetër sens po di që më thonë ju për qafoj shumë edhe i rujt Allahit e tonëve i madhe i vogël. Shumë faleminderit për senet e juve, qashtë të mirë që jeni. Ja vllash Zoti med, i lut në Zotit më ja vllash Zoti med. Pse një që s'ka men që as bën, çështu si ju jam kanun e be kom ka përcu këtë fas. Hajde kalofsh mirë.